Po sa e kujdesshme edhe në pjesën e këtyre suplementeve, ne e përmendëm pak më parë kur e nisëm podcastin, që ti me Onovën njihesh dhe pothuajse i ke provuar. Unë kam provuar të gjitha dhe kam të parën, si shefe kuzhine, stresi, nervi dhe ankthi. Aksonoli në famshëm. Aksonoli është një qetësues shumë i mirë në darkë për të fjetur rehat, gjitha i stresi dhe akumulimi ditës, edhe sa herë unë flas për këtë, janë gjithmonë shefat e kuzhinës që më ndjej. Vida ata. Dua dhe unë. Por edhe Deepclean unë e përdor çdo ditë. Patjetër se ka lidhje komplet me ushqimin. Ka pastrimin e zorëve dhe unë shpesh nga ushqimet që provoj detyrohem të provoj ushqime të ndryshme të cilat edhe nuk ti pranon organizmi dhe kam fryrje barku gjithmonë. Kam gjetur rehat duke pirë Deepclean çdo ditë, jam për të më ndihmuar që të çfryjem dhe të jem më qetë. Janë dy produkte që unë përdor shumë, po kam edhe të tjera. Kam edhe një tjetër për flokët. Ky podcast është prodhim i Onovos.